thot nga sot e du islamin më shumë se çdo fe tjetër, thot nëse me lejon të shkoj të dal deri në Mekke para atyre që e urrejnë islamin dhe t'u them një fjalë e cila do t'i shpon në zemrën e tyre, thot ma mëson një fjalë e cila nuk e dojnë ato. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ja mëson fjalën cilën lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. I pari njeri i cili e ka shqiptu telbien ka qenë Thumame ibn Uthal. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Do thot këtë fjalë dhe këtë dhikr të cilën e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka përmend një njeriu i cili para islamit ishte një armik i madh i muslimanëve, ishte armiku i madh i Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe se thuhet në vendin ku ka jetu ka mbyt më së shumti musliman, mirë po një ditë prej ditëve niset, do thot edhe pse nuk ishte musliman donte me shku në Qabe me bë umre. E ky njeri ishte nga vendi i quajtur Yemene dhe niset për në umre, mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam e kupton se ai ka dalë dhe ka marrë rrugë, prandaj urdhron disa kalorës, e njëri prej tyre ishte edhe Umeri radiallahu anhu, i cili do thot i vinjet pas këtij personi i cili e kishte emrin Thumame ibn Uthal radiallahu anhu. Ky sahabi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, siç thash, ishte një armik i madh i besimtarëve. Mirë po besimtarët musliman, nga se ishte zullumqar i madh, e kishin zonë rrugës duke shku për Mekke dhe e kishin sjellë te pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinën e bekuar. E kishin lidh në një shtyllë prej shtyllave të xhamis. Dhe vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam deri te Thumame dhe i thot: ja Thumame, a nuk ta ka marrë menje se do të bish ndonjëherë në dorën e muslimanëve? Thumame i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot: ja Muhammed, nëse më mbyt, thot nuk ke bon diçka tjetër, thot veç se thot e ke derdhë në gjak, thot po nëse më liron, thot unë jam ai i cili thot do të mbroj derisa që jam gjallë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: mos e zgjidhni, e lajnë një natë me bujt, derisa të nesërmen të njëjtat fjalë ja thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi alayhi salam e vërteton sinqeritetin e tij dhe se ai e pranon islamin në Medinë. Dhe i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam: nëse me lejon, thot se unë jam nis me shku me bë umre, thot wallahi të kam urri më shumë se çdo kënd, thot sot të du më shumë se gjithkënd, thot wallahi e kam urri islamin më shumë se çdo fe tjetër, sot e du islamin më shumë se çdo fe tjetër, thot nëse me lejon të shkoj të dal deri në Mekke para atyre që e urrejnë islamin dhe t'ua them një fjalë e cila do t'i shpon në zemrën e tyre, thot ma mëson një fjalë e cila nuk e dojnë ato. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ja mëson fjalën cilën lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. I pari njeri i cili e ka shqiptu telbien ka qenë ki Thumame ibn Uthal, do thot ka shku në Mekke i vetëm, nga se ishte trim, dhe u sillej rreth Qabës dhe e thonte telbien, ndërsa mushrikët
ishin grupa të mbledhur dhe e urrenin pse e thonte këtë fjalë, nga se kjo fjalë e ka domethënien shumë të madhe. Do thot mushrikët nuk mundën me i bë asgjë, e kryti umren ashtu siç duhet dhe u kthi në Medinë dhe i apruni lajmin pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha ja Thumamme, tha ti je ai trimi më i madh i cili ke shku i vetëm deri në qabën e bekuar dhe ua ke thonë fjalën mushrikëve e cila i shpon në zemrën e tyre, dhe se kjo është fjala të cilat mushrikët e kanë urri më së shumti, nga se është fjalë e cila do të thot e përvjetëson apo e sqaron njësimin e Allahu xhalla xhelaluhu, njëshmërinë e tij se nuk ka zot tjetër i cili adhurohet përveç Allahu xhalla xhelaluhu, edhe pse ato i kishin më shumë se 300 idhuj në Qabe, mirë po asnjani zguxoi me ngrit zonin, nga se Thumamme ibn Uthal ishte tërimi i atij vendit dhe se u tha atë e cilën i kishte thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i ja kishte mësuar telbien, prandaj në historinë islame ceket se ishte njeriu i parë i cili e kishte thënë telbien.